Mbrëma dhe mirë se vini në drejt të dashur shikues, jemi së bashku në këtë sezon të nxehtë të vere, në këtë sezon të mbushur edhe me zhvillime politike, me zhvillime interesante, me zhvillime qytetare. Por natyrisht jeta jonë e përditshme ka shumanshmërinë e vet, ka dimensionet e veta, kështu që në këtë kontekst edhe në emisionet televizive her pas here përfshim apo e vëm fokusin e vëmendjes tek çështje, tek tema që duken sikur nuk janë të pranishme, sikur janë në periferinë, jo thjesht të vëmendjes tonë, por në periferinë e zhvillimeve të shoqërisë. Megjithatë, janë tema interesante, janë tema për cilat shikuesi ka nevojë të dëgjojë, ka nevojë të informohet. Pikërisht për shkak të kësaj qasjeje, unë sonte kam ndërtuar një emision me dy të ftuar. Në pjesën e parë kam të ftuar kolegun Zylftar Bregu, gazetar i njohur, pedagog në Fakultetin e Gazetarisë, por po kaq edhe një veprimtar me angazhime qytetare, me angazhime publike, me të cilin do të bisedojmë për raportet që ka gazetari si profesion me shoqërinë, roli i tij, përgjegjësitë e tij, kodet, kanonet e veprimtarisë së tij dhe ndikimi i tij. Kështu që pa humbur kohë të nisim, zoti Bregu, mirë se vjen në drejt. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Kam kënaqësinë të kem sonte për të zhvilluar së bashku këtë bisedë, sepse edhe në vëmendjen e qytetarit shpeshherë gazetari është i pranishëm në çdo sekondë të ditës. Por jo të gjithë e kuptojnë, jo të gjithë e dinë çfarë është profesioni i gazetarit, si gatuhet, si formohet, si rritet një gazetar dhe se sa ai është në gjithë angazhimin e vet, po kaq njeriu, qytetari, intelektuali gjithashtu. Që parë me këtë sy, ju jeni pedagog në Fakultetin e Gazetarisë. Çfarë ndjen një pedagog i gazetarisë kur dëgjon opinione, mëse këta gazetarët kështu janë, për shembull, ose punë gazetarësh, ose pse me gazetarët do merremi ne, besoj janë fraza që i ke ndeshur në karrierën tënde si gazetar, por dhe në përditshmërinë e punës, të angazhimit tënd. Sigurisht që i kam ndjekur, nuk është se ndje mirë, por për ta neutralizuar atë që thot këtë shprehje, i them kur është ere fundit që ke lexuar një lajm ose që ke dëgjuar një lajm në gazetë ose që ke dëgjuar një lajm në televizion, sepse kjo është një jehon që qarkullon në faza të ndryshme, nga përvoja të ndryshme qytetare, nga kontekste të ndryshme, nuk mund të themi që nuk kanë bazë ky besim, por sigurisht që nuk duhet të rrim në këtë logjik, sepse gazetari është një mekanizëm, një strukturë, një profesion që i duhet qytetarisë, i duhet demokracisë, dhe është aq i nevojshëm sa thuhet që edhe një gazetari e keqe i duhet një demokracie për ta bërë atë më të mirë. Thasë do thoj edhe një gazetari e keqe i duhet një demokracie të keqe. Jo. Apo s'ka demokraci të keqe? Demokracia është ose është? O është ose është. Por nuk është se unë jam totalisht dakord me këtë, që një demokracie, një gazetari e keqe i bën mirë, sepse unë mendoj që gazetaria nëse është e keqe, ndikon për keq në demokraci, në qytetari, dhe këtë shprehje këtë besim e kam krijuar vitet e fundit, sipas të cilit, besim sipas të cilit, mendoj që gazetaria në Shqipëri është bërë në vend që të ishte një mekanizëm për zgjidhjen e problemeve, është bërë pjesë e problemeve. Pa e cënuar etikën e komunikimit për shkak të njohjes, të miqësisë që kemi bashkë, mund t'i drejtojmë njëri tjetrit siç flasim kur takohemi rëndom në mjediset jashtë